Të gjitha falendërimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut të madhëruar. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhëruar që të na mbrojë nga sherrri i nefseve tona dhe sherrri i punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu nuk ka kush ta devijojë, dhe këndë devijon Allahu nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, Abdullah ibn Amr ibn al-Asi është një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një sahabi i nderuar, një sahabi i veçantë, i madhnuar, i cili transmeton se e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i lexuar disa ajete të Kuranit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexoi ajetin kuranor: Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. I lexoj këto ajete për të surës Ibrahim. E Allahu subhanahu wa taala në këto ajete tregon një dua që e ka bën Ibrahimi alayhis salam. Ka thonë: o Zot i imi. Se Rabbi do me thonë Zoti jam, o Zoti jam. Me të vërtet ato idhujt shumë kënd e kanë deviju, e kanë qunë dalalet. Ka thonë Ibrahimi alayhis salam, o lut për ka? Për popullin e vetë. Ka thonë: o Zot, me të vërtet këto idhujt shumë kënd e kanë qunë në dalalet, e kanë deviju. Kush më ndjek mu, kështu ka bot doa e bërë. Ajo është me mu, ajo është prej umetit tem. E kush ban në gjuna, kush më kundërshton mu, ti me të vërtet je falës dhe mëshirues. Tash pejgamberi alayhis salam po e lexon këtë ajet, mirë po në këtë ajet Allahu tregon se çish është lut Ibrahimi alayhis salam. Pastaj pejgamberi dul në surën tjetër. E lexojmë një ajet tjetër në surën Maide. Fa in tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tash pejgamberi po lexon, Abdullah ibn Amri po i ndëgjon. Çka është kjo ajeti tjetër i surës Maide? Kjo ajet tregon një lutje të cilën e ka bën Isa alayhis salam. Ka thonë: o Allah, që po i përkthej ajetin unë, se Allahu na tregon Kur'an që është luti Isa alayhis salam. Ka thonë: o Allah, nëse ti dënon këta të umetit tim, ata janë robët e tu, ti ki drejt mi dënu, ata tujt janë, robët e tu janë o Zot. Por nëse ti o Zot u afal atyre, me të vërtet ti je krenari dhe i urti, je i fuqishmi dhe i urti. A mundet dikush me thonë pse va fale? Apo? Tash kur i lexoj këto di ajete, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u mush në lot. Pse u mush në lot? Se tash po e vërej se qysh pejgambert e kanë pas gajle, e kanë pas breng umetet e veta. Se cili pejgamber është mërzit që njerëzit të cilët i ka ftu në rrugën e Zotit, nëse ata s'janë tregu të dëgjushëm, ku kanë me shku ata? Kanë me përfundu në xhenem. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që i lexoi këto di ajete, në të cilët ajete tregohet kujdesi dhe brenga që e kanë pasi Ibrahimi dhe Isa alayhim assalam për popujt e tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mush në lot. Edhe ja nisi me kajt. Edhe ja nisi me thonë: ummeti, o Zot, edhe umetin tembe, edhe umetin tem fale. Duke kajt. Edhe të thonë qashtu. Allahu subhanahu wa ta'ala
e qoj Gjibrilin alayhi salam dhe i tha, shko pyte Muhamedin pse qanë, çka do? Edhe pse Allahu subhanahu wa taala e di. Mirë, po kjo për me na tregu neve. Kjo për me na tregu neve. Shkoj Gjibrili alayhi salam dhe e pyti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha, çka të ban me kaj ty? Po mërzitëm, po brengosëm për umetin tim. Se jo të gjithë kanë me kanë që shduhet, apo? Edhe kjo është fakt që e shohim ne. I thot Allah, Gjibrili a.s. kthehet Allahu dhe i tregon. Edhe i thot Allahu s.a. Shko tregoj pejgamberit tem, të dërguarit tim, tregoj se ne do ta bëjmë të jetë i kënaqur me umetin e vet, ditën kur do të dalë para Allahut. Dhe nuk kemi me lanë mundi keq për umetin e tij. A dini çfarë do me thonë që kjo fjalë? Dietarët, sikur se Imam Neveviu kanë thonë, hadithi më shpresëdhënës. Hadithi më shpresëdhënës, piket haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është që ky hadith. Pra Allahu subhanahu wa taala do ta bëje pejgamberin ton të jetë i kënaqur me gjykimin që Allahu do t'ja bëj këtij ummeti. Për çat ky ummet është i veçantë. Veç puna është, puna çka është? Puna është me kon pjesë e këtij ummetit. Duhet me luftu me kon ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se ne kretë kena me bë gabime. Ne kretë bëjna gabime. A ka dhe njëri që s'ban asnjë gabim? S'munesh me gjetë. A më kështu absolutisht kërkan s'munesh me gjetë që s'ban asnjë gabim. Mirë ama, nëse ti arrin që të kalësh për kësaj bote, mirë po sikush si antar i ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atër garancat janë të fuqishme që Allahu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka mu mërzit më për ti. Se normal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të mërzitej shumë sikur dikush për ummetit të tij të devijante, e të niste dhe të ndiqte ndonjë rrugë e cila e shpije në xhehenem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i tillë, ka pas gajle. Pra që Allahu subhanahu wa taala si e ka përshkruajtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Kur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Juve ju ka ardhur pejgamber nga mesi juaj. Azizun alayhi ma anittum. I vjen shumë ran për gjërat që juve ju mundojnë. Ati i vjen shumë ran për çka? Për gjërat që neve na rëndojnë. Kush janë ato gjërat që na rëndojnë neve? Gjunahet. Harisun aleikum, thot Allah. Pra ju ka ardhur një pejgamber nga mesi juaj, të cilit i vjen shumë ran për gjërat që juve ju mundojnë, i cili kujdeset shumë për ju, harisun aleikum. Kujdeset shumë për ju. Bil mu'minina raufur rahim, i cili me besimtarët është i butë dhe i mëshirshëm. Që kjo është pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të cilin ne kemi për obligim me besu, me bo itat, pra me ndëgju. Kemi për obligim me besu, me ndëgju për gjërave që na kanë ndalu më u largu dhe Allahun me adhuru sipas mësimeve të tij. Që këto janë obligimet tona që i kemi ndaj kujt? Ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me besu dhe me ngu. Mu mundu me hec hapave të tij. Ne si ai shumbohemi, po e vërtet është. Se thot dikush, po ajo është më i mirë, ajo është pejgamber. Ajo është pejgamber. Po ti je pejgamber, ti e ki për obligim që shembulltyr në jetën tënde ta kesh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shumë ki me mri, normal. Asnjëri në sulmërina mu bo siguraj. Për çat mirë po, kjo nuk do me thonë që ne nuk duhet mi ndjek mësimet e tij. Në besim, në adhurim, në ahlak, në gjithë qka, në raportet tona me Zotin, raportet tona me vetveten, me familjen, me besimtarët në përgjithësi, me kundërshtarët, me ju muslimanët. Ajo është shembulltyra jonë. Ai i cili e ka pas breng, në me thonë, që ka kajt për neve, ka qajt për para Allahut,
subhanahu wa ta'ala. Për çat, nëse e keni vërejt kur bim salavates, edhe salavatet që i lexojmë në çdo hutbe, në çdo namaz, i kemi obligim në mi lexu salavatet se nuk ka njeri, as baba dhe nana nuk meritojnë dëgjueshmëri më të madhe ndaj, domethënë sikurse dëgjueshmëria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. As baba dhe nana nuk meritojnë dëgjueshmërinë tonë, itatin tonë, domethënë ndjekjen e fjalëve nga ana jonë, sikurse që meriton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është sebeb që tek ne me mri thirrja e Allahut, i cili është lut për neve, i cili ka sakrifikuar për neve, kur them për neve, për umetin e tij, se edhe ne jemi pjesë e umetit të tij. Pra, edhe kur i dërgojmë salavatet, çka themi? Për shembull, kur themi Allahumma salli ala Muhammed, o Allah dërgo salavate mbi Muhammedin. Pse nuk themi unë dërgoj salavate mbi Muhammedin? Pse nuk themi? Se na çashtu na ka mësuar pejgamberi me thon Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Allah dërgo salavate mbi Muhammedin. Çfarë më thon dërgo salavate? Demek lavdroje o Zot, ngrite emrin e tij. Çka është manaja me dërgu salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? O Zot, lavdroje ata të banorët e qiellit, se në tokë e lavdrojnë njerëzit e mirë pejgamberin. Pejgamberin ata që kanë iman çojnë salavate. Në qiell Allahu edhe melaqet çojnë salavate. Mirë, pse nuk çojmë direkt, po themi o Allah, dërgo ti salavate mbi pejgamberin? Se nuk mujna ne me lavdru ashtu siç meriton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë. Po i vetmi që mundet me përmbush që këtë lavdat në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është Allahu dhe melekët. Allahu dhe melekët. Prandaj të nderuar vëllezër, kjo është pejgamberi jon, të cilin duhet ta ndjekim, të cilin duhet ta mbrojmë, me fjalët të cilit ne duhet të jetojmë. Nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur se çdo njeri. Ai është duhet me kon më i dashur për ne se edhe se vetja jon, edhe se prindërit tonë, edhe se fëmijët tonë, edhe se familjet tona. Për çat shumë herë ndoshta e keni dëgjuar rastin kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asnjëri prej jush nuk ka besuar me një besim të plot derisa unë të mos jem më i dashur për ta se sa fëmia, prindrit dhe pasuria e tij dhe vetvetja e tij. Omeri radiallahu anhu tha ja Rasul, ti je më i dashur te unë sekreta madhe se vetvetja. Se njeri, dhe me thonë, kur i mat punt, e vëren se vetveten e tij e do mas shumëti. Për qatë, me thonë, fundit, do me konë rahat krijen e vetë me pas. Tha pejgamberi sallallahu, nuk mundesh me pas besimin e plot, derisa të jem unë më i dashur të ti se edhe vetja jote. Edhe Omer radiallahu anhu e pas e pejgamberi sallallahu, shumë mirë është e ditë se çka është të pa. Atëherë tha ja Rasulallah, me të vërtetë ti je më i dashur të unë se edhe vetja ime. Pse se ajo është sebeb që ti me njoft Zotin, me besu Allahun, me i thonë të keqës të keqe dhe të mirës të mirë. Ajo është sebeb. Për çat krejt njerëzit mas ti që bëjnë ndonjë vepër të mirë në këtë fe, njëherë sevapi i shkon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj domethënë sevapin e merr personi që e bën një vepër të mirë. Dhe kjo gjë do të dale sheshazi në ditën e gjykimit, kur do të dale në shes se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është zotnia i krejt bijve të Ademit, zotnia i krejt pejgamberve. Edhe çashtu ka thonë sa. Ka thonë unë jam zotnia i bijve të Ademit dhe për këtë nuk jam mendjemat, nuk mburrem, sepse Allahu subhanahu wa taala e ka zgjedh për shkak cilësive që ai domethënë ka pas. E lutim Allahun e madhruar që të na mundsoj të jetojmë sipas mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mundsoj që edhe jetën ta përfundojmë duke qenë antar i ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.